Mbrëmje në një atmosferë të zjarrt të PDK-s në Prizren, organizoi një takim përmbyllës të fushatës elektorale, e ku ishte dhe kandidati për kryeministër Betri Hamza, bashkë shumë kandidatë nga lista e PDK-s. Fillimisht të pranishmit e shumti ka përshëndetur i pari i komunës Shaqir Totaj, i cili ka folur për qeverisjen aktuale dhe dëmët që i ka bërë Kosovës, dhe duke theksuar se alternativa vetme për të nxjerrë Kosovën nga kriza që e ka kapluar vendin është Partia Demokratike e Kosovës dhe kandidati për kryeministër Betri Hamza. Kurse ajo që më ka prekur tha se është deklarata e Kurtit, a janë ata çlirimtar e zullumqar. Këtë një njeri normal s'di si mund ta thoshte ai. Pastaj kërkoi që të prezantohen kandidatët e Prizrenit që garojnë në këtë garë. Kemi dëshmitar një këtë qeverisje drastike e cila po prodhon pasoja fatale, e pasojat më të rënda dhe më të këqija tek hala se kemi pa. Në qoftë se vazhdon ky trend, edhe nuk e ndërpresim këtë trend, tek kemi mi pa. E kemi në pushtet një garnitur e cila ka kundërshtu çdo gjë që ka të bëjë me Kosovën. Tu ja fillu prej Rambujes, tu vazhdu ka plani Ahtisarit, tu vazhdu ka ushtria e Kosovës, protesta, gjujtje, ofendime, shamje, çdo gjë. Kur ka nërë në pushtet, një 7 faqe me premtime shtu. Këtë palavra, asë një se kanë realizu. Te ekonomia, dështim total. 2555 kontrata pa tender, 300 milion euro vlerë, dyshim serioz për korupcion masiv. 40 milion euro në emën të kontratës kolektivu ju kanë marrë veç Prizrenit. 350 milion euro këtë komunave tjera bashkë. 400 milion euro ndihma sociale që rastësisht ndodhin 2-3 ditë para zgjedhjeve. Politika jashtme, degradim total, izolimi i Kosovës, rramja e reputacionit tek aleat kryesor të cilët e kanë kriju këtë shtet. Bllokada institucionale edhe defunksionalizimi i shtetit. Nuk kemi prezident, nuk kemi parlament, e kemi një qeveri në detyrë më zëmë ma keq për ata dhe për ne që i kemi. Komunat i kemi për para bankrotimit. Gjykata kushtetuese vitin e ardhshëm një 5 gjyqtarëve i kalon mandati për shkon ka shujtja e funksioneve të shtetit. Defunksionalizimi i shtetit, pasojë e kësaj politike të cilës na do t'i thojmë stop së shpejti. Kurse në fjalën e tij entuziazmuar nga prezenca e shumë qytetarëve në këtë tubim, kandidati për kryeministër Betri Hamza tha se Kosova po përballet me sfida në ekonomi, energji, infrastrukturë dhe në krijimin e mundësive për qytetarët, ndërsa thekson se vendi ka nevojë për një qeverisje që të fokusohet tek zhvillimi dhe mirëqenia. Hamza prezanton një vizion që përfshin paga dhe pensione më të larta, mbështetje për bizneset, investime në energji dhe infrastrukturë, si dhe përmirësim të shërbimeve në shëndetësi dhe arsim. Ai theksoi se familjet kosovare duhet të kenë më shumë siguri ekonomike, ndërsa të rinjët më shumë mundësi për të ndërtuar të ardhmen e tyre në Kosovë. Qyteti Prizrenit, jo vetëm që ka një histori të ndritur, po ka edhe një të ardhme të ndritur, sepse ka një kryetar i cili punon çdo ditë me ekipin e tij për ta transformuar Prizrenin edhe pse ashtu i bukur dhe me bëj çdo ditë më të bukur edhe më të pranueshëm e më të vizitueshëm, jo vetëm nga ne kosovarët, po nga gjithë bota. Zoti kryetar, faleminderit për punën e juve shkëlqyeshme që jeni të bënë Prizren. Dhe ju jeni dëshmia që Partia Demokratike e Kosovës din me udhëheq edhe din me kry punë. Qeverit motën me rezultate, motën me suksese. Çka e karakterizon këtë qeveri? Mos puna, polarizimi. Ai ka përfunduar ndonjë projekt të rëndësisë kapitale me cilën mundet më identifiku. Ai ka përfunduar rrugë të reja, rrugë të ekzistuese. Lemo që s'ka filluar rrugë të reja. Është përfunduar rruga Prishtinë-Pej. Është përfunduar rruga Prishtinë-Mitrovic. Është përfunduar rruga Prishtinë-Gjilan. Është përfunduar rruga Dol-Gjakov. E lidhi Prizrenin me TTO-vën. Cilat janë? Shëndetësi, çfarë përmirësimesh? Në arsim, çfarë gjendje? Takojmë pensionista që përballen me dilemen.
a me i ble ilaqet, apo nga mjetet që i kanë dispozicion, me ngel diçka me mbyll mujnë me muj. Kemi rrit pensionet. Kemi rrit pensionet për gjitha kategoritë që përfitojnë pensione prej buxhetit të Republikës Kosovës. Për familjet ma meritore, ma kontribuse, familjet e dëshmorëve, rritjet pensioneve 50%. Dhe aq dëshmor, so ka një familje, aq pensione do të gëzon ajo familje. Dhe nuk do t'i cenohet e drejta në pensionin e moshës, sepse është e drejt e ti apo e saj që e garanton ligji. Faleminderit Prizren për mbështetjen dhe qytetarë të dashur, mos harroni që bashkë t'ja risjellim dritën Kosovës më 7 qershor në vendet e votimit, tha ai në përmbyllje të këtij tubimi. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.